Turneu veror I mundjes për moshat U9 dhe U12, një aktivitet me pjesëmarrjen e rreth 100 sportistëve të vegjël nga gjithë Shqipëria, është zhvilluar këtë të shtunë në Pallatin e Sportit Flamurtari në qytetin e Vlorës. Një aktivitet që synon mbi gjitha evidentimin e talenteve të reja në këtë sport, për padyshim me qëllimin që të rinjt, por dhe moshat e vogla të merren me sport. Presidenti I Federatës Shqiptare të Mundjes Said Prizreni, ndërsa ka falendëruar Bashkinë dhe klubin Shumë Sportësh Flamurtari, ka theksuar rëndësinë e një aktiviteti të tillë që vjen për herë të parë në Vlorë, por me synimin për t'u kthyer në traditë me qëllimin që këta fëmijë të jenë ardhmja e sportit të mundjes. Duhet t'ju falenderoj juve që na jepi mundësi për ta promovuar këtë sport me kaq shumë traditë qytetin e Vlorës dhe pikërisht për këtë grup moshë, është nga moshat më të mira ose grup mosha më delikate që ne po I kushtojmë kaq shumë rëndësi. Falenderoj Bashkinë e Vlorës, falenderoj drejtuesit e klubit Vlorës. Du t'i përgëzoj 3 trajnerët e ekipit Flamurtari, Brunën, profesor Petrikin, Alketin, që po bëjnë një punë fantastike. Unë mund ta them me bindje që kjo është një nga turnet më të rëndësishëm për nga esenca që këta djem kanë, sepse këta janë e ardhmja, është mosha që ne I tregojmë këtyre trive që këta mund të garojnë, këta mund të bëjnë sport dhe këta nesër mund të jenë ardhmja këtij sporti. Kështu që për federatën tonë dhe për mund veçanti është një knasi që këta aktivitet ne e zhvillojmë në Vlorë dhe jam I bindur që në vitet në vazhdim ky turne do të jetë turne traditë në këtë qytet. Me këtë grup moshë mendoj që për nga numri janë rreth 100 kalamaj që kanë ardhur nga gjitha rrethet e Shqipërisë. Një knasi e zakonshme, kështu që jam shumë I lumtur që teksa I shohim, teksa garojnë, po edhe pikërisht në qytetin e Vlorës që po garojnë. Vlora mbetet një nga qytetet me traditë në sportin e mundjes, ndaj edhe është zgjedhur Pallati I Sportit Flamurtari, një aktivitet që tashmë do të jetë I përvitshëm në qytetin bregdetar.